Let's Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio, miq, vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Manuel për gjatë programit Muzik Plus dhe në këto momente në studio është bashkuar I ftuari ditës së sotme, e prezantova shkurtimisht edhe pak më herët. Me ne është sot doktor Ervisa Gastra, kirurg I përgjithshëm, por dhe pedagog pranë Universitetit Fastilianoli në qytetin ton. Përshëndetje doktor, kënaqësi të jemi së bashku sot. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit shumë për ftesën. Dhe për mua është një kënaqësi, sidomos dhe ky rast që të flasim për një problem social dhe shëndetësor që është bërë tashmë kanceri I gjirit. Dhe duke qenë që është era ime e parë në radio, doja të përshëndesja bashkëshortë dhe fëmijët e mi, gjithë ata që më njohin, dhe të gjithë personat që përballen aktualisht me sfida shëndetësore, duke u uruar gjithë të mirat dhe shërim të shpejtë. Unë të falenderoj vërtet shumë, mes gjithë angazhimeve dhe punëve, gjete mundësinë dhe kohën për qenë sot pjesë e programit, pse jo për qenë më tepër një zë përmes valve të radios për gjithë ata që na ndjekin, për gjithë ata persona që përballen me sfida nga më të ndryshmet për sa I përket shëndetit, dhe sot do të fokusohemi patjetër tek kanceri I gjirit, një ndër problemet më të mëdha të shekullit, një ndër sëmundjet e shekullit fatkeqësisht. Prandaj dua t'ju pyes së pari, çfarë përfaqëson për ju tetori roz dhe pse është kaq I rëndësishëm ky muaj për ndërgjegjësimin e grave dhe jo vetëm për sa I përket kancerit të gjirit? Thatë një fjalë shumë të saktë që thatë grave dhe jo vetëm, sepse nuk duhet të harrojmë asnjëherë që kanceri I gjirit mund të prek dhe meshkujt, pavarësisht se është vetëm 1% e rasteve. Kanceri I gjirit aktualisht është kanceri më I shpeshtë tek femrat. Prandaj dhe ky është një problem shumë I madh dhe me një numër të rritje të vazhdueshme nga viti në vit, dhe tashmë është bërë një problem shëndetësor dhe social. Por nga ana tjetër, është mirë që të ndërgjegjësohemi sidomos për këtë patologji, sepse shkenca mjekësore tashmë një mirë dhe me një diagnostikim të hershëm, pra jo parandalim, sepse ndonjëherë qarkullohet fjala. E përdorim kaq shumë këtë parandalimi I kancerit të por gjirit. Është e gabuar. Me një diagnostikim të hershëm është gati 100% I kurueshëm kanceri I gjirit aktualisht në botë, në vendet e zhvilluara, pse jo edhe këtu në Shqipëri. Kështu që duke qenë që është kanceri më I shpeshtë tek femrat, është gjithmonë e dobishme për të folur për këtë patologji që prek edhe një pjesë të ndjeshme e shoqërisë, pra se femra është një pjesë kryesore e familjes dhe shoqërisë shqiptare. Mendoje më përpara, për kuriozitet, që do ishte kanceri I mushkrive pulmonar që do bëhej më I shpeshti tek femra, duke qenë që duampirja ishte rritur sidomos në vitet e fundit tek femrat ashtu si tek meshkujt, por në fakt kanceri I gjirit aktualisht është ai më frekuenti. Cilat janë ndoshta ato shenjat e para që një grua duhet vërej për të kërkuar kontroll mjekësor, gjithmonë edhe më të hershëm, sepse e përmendëm, nuk parandalohet, por mund të diagnostikohemi I hershëm. Përpara se të kalojmë tek shenjat dhe simptomat, më falni, do të doja të flisnim pak për faktorët e rrezikut dhe epidemiologjinë, sepse edhe këto janë një informacion I rëndësishëm që duhet ketë çdo femër. Atëherë, aktualisht sot në Amerikë për shembull, mendohet që 1 në 8 femra do të preket nga kanceri I gjirit ose nga ndonjë lloj forme tumorale gjirit. Pra siç e shikoni, është goxha I shpeshtë. Në Shqipëri sot, sipas të dhënave nga ISHP-ja, ose mirë të themi në 2024, sepse janë të dhënat e vitit që shkoi, ka 5.000 femra, rreth 5.000 femra që jetojnë me diagnozën e kancerit të gjirit. Vjet ka pasur 805 raste të reja tek femrat dhe 14 tek meshkujt.
Dhe kjo është ndoshta e në vlerësuar si shifër sepse shumë të tjerë kurohen në institucione private ose jashtë shtetit dhe Patjetër, nuk janë të nuk gjitha të numërohen nga dhënat ISHP-ja, pra nuk janë të dhënat sakta. Për sa i përket faktorëve tani për kancerin e gjirit, zakonisht këto ndahen faktorët predispozues ndahen në dy kategori, që janë kategoria e faktorëve të pamodifikueshëm, pra që i ka njeriu vet, dhe atyre të modifikueshëm. Për sa i përket faktorëve të pamodifikueshëm, padyshim që janë mutacione gjenetike të famshme, BRCA1 dhe 2, që është një gen që është, nëse ti ke një mutacion ke gati 100% zhvillimin e kancerit të gjirit, po ashtu janë dhe disa gene të tjera të cilat të predispozojnë, sepse kanceri i gjirit është një sëmundje multifaktoriale, pra ka pjesën gjenetike dhe pjesën ambientale në mes. Po ashtu është seksi femër, detyrimisht, sepse siç thamë është më i shpesh tek femrat tek meshkujt. Piku i moshës është midis 50 dhe 70 vjeç, pra sa më e madhe të jetë mosha, aq më shumë është mundësia që ti të kesh një kancer gjiri. Po ashtu kemi dhe historinë personale të disa sëmundjeve ose lezioneve në gji, pra nëse ti ke disa sëmundje që quhen prekanceroze, dhe në fund është dhe etnia, që këtu tek ne nuk ka rëndësi sepse jemi të gjithë të bardhë kaukazik, por në vendet e tjera raca e bardhë domethënë ka më shumë probabilitet që të zhvillojë kancer gjiri. Kurse faktorët e modifikueshëm, tani këto janë shumë të rëndësishme për arsye sepse si të thuash janë në dorën e njeriut, janë disa faktorë, për shembull pesha, obeziteti, për arsye sepse indi dhe amor, sidomos mbas menopauzës, proceson disa hormone estrogene, të cilat me një fjalë shërbejnë për predispozitën e kancerit të gjirit, sepse kanceri i gjirit zhvillohet në pjesën të madhe nga bombardimi hormonal. Po ashtu është konsumi i alkoolit dhe duanpirja, që janë gjithmonë prezente pothuajse në pjesën më të madhe të llojeve të kancerave. Ekspozimi i estrogeneve nga jashtë, domethënë janë disa hormone, për shembull kontraceptivët oral ose terapia zëvendësuese me estrogene mbas menopauzës, të jep një predispozit për kancerin e gjirit, stresi, ankthi dhe turnet e natës. Kjo është e çuditshme por interesante, sepse është bërë një studim në Angli me rreth 12.000 femra që punonin në fabrikë, dhe ato që bënin më shumë turne nate kishin një predispozit më të madhe për të zhvilluar kancer gjiri. Ka të bëjë me gjumin? Nuk dihet pse, por ka të bëjë gjithmonë me faktorët hormonal, të cilat prishet ora e brendshme e njeriut. Po ashtu është dhe dieta, mungesa aktivitetit fizik. Gjithashtu janë dhe dy faktorë të cilët njërin mund ta futim tek faktorët e pamodifikueshëm dhe tjetrin te ata të modifikueshëm. Për shembull, cikli menstrual në moshë të ershme dhe menopauza në moshë më të avancuar, duke qenë që e rritin kohën e bombardimit hormonal, të predispozojnë ndaj kancerit të gjirit. Që të dyja këto vitet e fundit janë bërë më të shpeshta, Ka shumë faktorë që janë, por mendohet që dhe konsumi i alkoolit përveç këtyre dhe duanpirja janë në dy faktorë që kanë zhvilluar si dhe kontraceptivet. Dhe faktori dytë që mund të jetë të modifikueshmit është shtatzania në moshë të ershme, ajo shërben si faktor protektiv, kurse mbas të 30-tave, domethënë shtatzania kur themi moshë të ershme para 30-tave, mbas të 30-tave nuk ka ndonjë një funksion, por para 30-tave shërben si mbrojtje ndaj kancerit të gjirit, si dhe gjithë. Janë të gjitha këto faktorë që ju prezantuat, por le të ndalemi pak tek shenjat. Ato shenjat e para. Atëre, shenjat e para, është shumë e rëndësishme të themi që të gjithë ne, ose mirë në këtë rast me që po flasim për femrat, duhet të bëhen doktorët më të mirë të vetvete, sepse e njohin trupin e tyre shumë më mirë se çdo kush tjetër. Pra, gjëja e parë që do këshilloja dhe që
shumë e rëndësishme ta themi është ndërgjegjësimi për trupin e vet. Pra në këtë rast për formën e gjinjve, madhësinë dhe të gjitha ndryshimet që mund të shihen mbas kësaj. Është e mira që çdo femër të paktën një herë në muaj, pas dushit ose para pasqyrës ose shtrirë të shikojë dhe të prek gjinjtë e vet për të parë në qoftë se ka ndryshuar diçka ose dhe për t'u njohur pak a shumë me formën dhe madhësinë e tyre, sepse në thonjza mund të themi që dora është instrumenti i parë, domethënë diagnostik për një kapje të hershme të kancerit të gjirit. Shenjat e kancerit të gjirit duhet të themi që në shumicën e rasteve është asimptomatik, prandaj dhe e zura në gojë këtë fakt, sepse duhet patjetër që të flisim për njohjen e trupit nëpërmjet dorës. Shenja kryesore që vihet re është prezenca e një kokre, pra asaj që themi kokër ne, në indin e gjirit, domethënë në pjesën e gjirit. Kjo është më frekuentja. Pastaj mund të kemi skuqje të lëkurës sipër, mund të kemi tërheqje të lëkurës sipër, mund të kemi trashje të lëkurës sipër, ajo që quhet lëkurë në italianët e quajnë lëkurë portokalli, domethënë krijohet një si e ngjashme me portokallin. Mund të kemi ndryshime në pjesën e thithit ose sekrecione hemoragjike prej tij që absolutisht nuk janë normale. Dhe mund të kemi edhe fundit dhe ulcerime ose plagë, domethënë dhe kjo ndodh kur kanceri ka infiltruar lëkurën dhe ka krijuar një plagë kronike në të. Dhe është shumë e rëndësishme sepse lëkura e pjesës të gjirit nuk është njësoj si lëkura e pjesëve të tjera të trupit. Pra në një skuqje, një diçka që ti e shikon, një femër e shikon në gjë, nuk do thotë se patjetër është një irritim apo një alergji si në pjesë të tjera të trupit dhe duhet menjëherë të shkojë tek mjeku që të kryejë ekzaminimin klinik. Është e vërtet, sepse ne her pas here i neglizhojmë të gjitha ato shenja që ju prezantuat më sipër. Do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio për të vazhduar këtë bisedë dhe pse jo për të marrë më shumë informacion në kuadër të temës që ne jemi duke e trajtuar së bashku.
Si stulli e fort, shpirtin tim lëviz, sot i vepro tek unë, si një lere fort, Jezus fryt tek unë, sot i vepro tek unë, si stulli e fort, shpirtin tim Rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me doktor Ervis Ergastrëm për të prezantuar më tepër një informacion të përgjithshëm për sa e përket kancerit të gjirit, diagnostikimit të hershëm të tij. Dhe doktor, pak më parë ju ishit duke prezantuar ato shenjat e para që një grua duhet vrej për të kërkuar, pse jo, një kontroll mjekësor gjithmonë edhe më të hershëm. Çfarë do të shtoje më tepër në kuadër të këtyre shenjave dhe nga ana tjetër si mund ta bëjmë atë kontrollin dhe në ambientet e shtëpisë? Atëherë siç po thoja, po i përsëri dhe një shenja sepse është gjithmonë shumë e dobishme ti përsëriti. Pra është prezenca e një kokre në pjesën e gjirit ose të sqetullës, skuqja e lëkurës, tërheqja e lëkurës, lëkura në formë banan, portokalli, më fal, dhe sekrecionet e dyshimta nga ana e thithit. Prandaj, kurse dhe ulcera që është në fazat, domethënë një si plagë qarje në fazat më të avancuara. Tani çdo femër duhet një në muaj të bëj palpimin e vet të gjirit dhe mbas dushit zakonisht, dhe ajo bëhet në fillim shikohet në pasqyrë sepse mund të kesh ndonjë skuqje, ndonjë diçka që mund ta vesh re. Dhe e dyta, duhet të shtrihesh në krevat dhe me dorën e kundërt, pra nëse ti do palposh gjirin e djathtë, duhet ta bësh me të majtën dhe gjirin e majtë me dorën e djathtë, me 2 ose 3 gishtat e parë në formë rrethi, pra duke filluar nga qendra drejt periferisë dhe kështu, pra në disa radh palpohet gjiri dhe shikohet dhe ndërkohë krijohet dhe ndërgjegja për formën e tij dhe për të gjitha. Është ajo njohja e vetes. Njohja e vetes, pra, që të bëhemi doktorët më të mirë të vetes. Dhe mbas kësaj, nëse ti vere një dyshim, duhet të shkosh tek doktori. Para se të shkojmë tek diagnoza, duhet flasim pak dhe për pjesën e depistimit ose ajo quhet screening në anglisht, pra që këto kapjet rastësore, domethënë të këtyre sëmundjeve tumorale të gjirit. Në Shqipëri, sipas ISHP-s, mamografia, e cila është instrumenti kryesor dhe i parë dhe kryesor për kapjen e ershme, duhet të kryhet një në 2 vjet nga mosha 50 vjeçare deri në moshën 70 vjeçare. Në fakt, në botë mamografia fillohet që në moshën 40 vjeçare dhe kryhet një në vit deri në moshën 55-56 vjeçare. Sepse këto janë mosha që edhe po rritet përqindja dhe frekuenca, megjithse piku si thamë është midis 50 dhe 70 vjeç. Dhe kjo ka bërë që edhe këtu në Shqipëri të rritet, për shembull, vjet është rritur me 23% numri i rasteve në krahasim me 10 vjet më përpara, dhe kjo është piku i moshës që janë rritur. Pra unë do të këshilloja jo 50 vjeç, po nga 40 deri në po themi 70 vjeç të kryhet mamografia një në vit, sepse dhe rrezatimi është i papërfillshëm dhe kap lezione në fazat e para. Po ashtu e mira është shoqërohet me një eko, ose ndonjëherë disa gjëra që kap mamografia dhe nuk duken eko, si mikrokalcifikimet që janë disa pika të bardha, dhe e kundërta disa që ka lezione që ka eko mund të mos shihen në mamografi në një sy të mprehtë. Dhe si thash, më falni, përsëri dora është instrumenti i parë, pasi kalon mamografia dhe mbas palpimit gjithmonë dhe duhet shtrydhur gjiri që për të parë sa ka sekrecion apo jo. Mbasi që bëjmë mamografin dhe ekon, atëherë mund të jemi të qeta që nuk ka ndonjë gjë. Në rastet kur shikohet diçka,
bëhet një klasifikim, sidomos dhe si mamografik dhe ekografik, që quhet klasifikimi BIRAC, pra janë 6 shkallë, deri në 3 janë benigje, 3 është në fakt i dyshim, po më shumë benigj, dhe nga 4 e sipër rekomandohet hapi tjetër që quhet biopsia, sepse ti mund të kapësh një fibradenom që është një gjë benigne, ajo në BIRAC 2 për shembull, dhe nuk ke nevojë të bësh, ose paktën ka tjetër procedurë kontrolli, pra duhet kontrolluar një në vit, ose rritja e saj e tjerë, po të mbahet në kontroll. Kështu që në momentin që ti ke dyshime dhe ke një klasifikim imazherik BIRAC 4 e mëtej, duhet të bësh biopsinë, e cila quhet biopsia trukat ose thrukat në anglisht, sepse është një agje që futet në mes të tumorit dhe merr disa copza, të cilat pastaj analizohen. Analizohen dhe nuk është se analizohet vetëm lloji i tumorit, po dhe disa cilësitë të tjera të tumorit, ose ajo që quhet biologjia e tumorit, që ndihmon shumë për procedurat e trajtimit, që janë receptorët hormonal dhe disa veçori të tjera. Kështu që kjo është mënyra, domethënë, e përballjes me që nga fillimi deri në fund. Do kalojmë dhe te trajtimi. Duhet thënë edhe për disa gjëra të tjera, dhe kur ke kiste të mbushura me lëng, dhe në ato nuk bëhet biopsi trukat, po bëhet agoaspirim, pra futet një agë, aspirohet përmbajtja e lëngët, domethënë, që është brenda, dhe ajo dërgohet për citologji, për mbjellje, siç ndodh edhe me biopsinë trukat. Për sa i përket pasaj skanerit dhe rezonancës magnetike, skaneri përdoret në një fazë më të avancuar për të bërë stadifikimin e tumorit, pra ka metastaza apo nuk ka, kurse rezonanca magnetike, dhe kjo ndonjëherë përdoret në gratë e operuara njërë nga kanceri i gjirit, ose në ato me risk të lartë për kancerin e gjirit, sidomos dhe për të studiuar pjesën e sqetullës. Në fakt, duhet t'ju pyes në këto momente, nisur dhe nga praktika juaj si kirurg onkoplastik, sa e rëndësishme është diagnostikimi i ershëm për ecurin, por mbi të gjitha edhe për suksesin e trajtimit? Duhet të them që diagnostikimi i ershëm është çelësi i trajtimit të kësaj sëmundje, si të gjithë tumorët, po këtu janë pa rezultate shumë të mira mbasi që diagnostikimi të ershëm, po ashtu diagnostikimi i ershëm, sidomos në rastet kur dimensionet e tumorit janë të vogla, shërben për një trajtim dhe konservativ të gjirit, pra nëse më përpara ishte i gjithë gjiri dhe gjendrat e sqetullës, tani me evolimin e shkencës mjekësore në këtë pjesë, përdoren procedura konservative, onkoplastike, pra në bazë të vëllimit që heqet dhe të vëllimit të gjirit, ti heq vetëm një pjesë të saj, mjafton që kufit të jenë të lirë, dhe bën dhe një biopsi të një gjendre në sqetull, dhe këto ndihmojnë që një femër të ruaj integritetin sa më shumë psikofizik, sepse tashmë jetojmë në një kohë ku heqja totale e gjirit, pra mastektomia, nëse nuk ndiqet nga pjesa rikonstruktive me implant ose kështu, shkaktojnë edhe disa shqetësime psikologjike tek femrat, se tani për shembull imagjino vetëm faktin që do shkosh në plazh dhe aty e kupton është një çik, plus edhe aspekte të tjera. Prandaj trajtimet moderne të kancerit të gjirit mundojnë që ta ruajnë sa më shumë integritetin që quhet psikofizik të femrës, dhe të shkaktojnë domethënë ndjesi jo pesimiste për pjesën e trupit të tyre, si dhe në marrëdhëniet me bashortin ose me njerëzit e tjerë. Është e rëndësishme, patjetër, dhe në kuadër të kësaj që ju jeni duke prezantuar, si ka ndryshuar kirurgjia e gjirit fal zhvillimeve të onkoplastikës. Nuk e di, a mund të shpjegoni me fjalë të thjeshta se çfarë nuk kupton ky term për gratë të cilat përballen me këtë diagnozë, duke qenë se ju edhe jeni specializuar në këtë gjë. Atëherë më përpara kryeshin procedurat e heqjes të gjirit dhe të muskulit, ato që quhen interventi ose operacioni Hallstedt. Më pas kjo u la vetëm me heqjen e gjirit dhe të gjendrave të sqetullës,
dhe në fund të viteve 80 dhe në fillim të viteve 90 ka qenë një kirurg italian, Umberto Veronesi, i cili është shumë i famshëm, që ka bërë disa studime dhe ka provuar fillimisht heqjen e një pjese të gjirit. Kjo e ndjekur nga radioterapia, sepse nëse ti bën një procedurë konservative që quhet, pra kjo është kirurgjia konservative e gjirit, duhet patjetër të bësh radioterapi në mënyrë që ti të jesh i sigurt që shtrati tumoral të jetë i pastër, dhe po ashtu dhe ai shpiku dhe teknikën e limfonodit sentinel ose roje, që është ajo gjendra limfatike, e cila nëse del negative është gati 95% që nuk do ketë metastaza në gjendrat e tjera. Dhe mbas kësaj pastaj kanë evoluar shumë teknika të cilat janë munduar të rimodelojnë atë pjesën e gjirit të mbetur në mënyrë që dhe mos të duket shumë diferenca e madhësisë, mos të duket shumë plaga, dhe femra të ndihet sikur në thojza nuk ka ndodhur asnjë gjë. Këto pastaj fillojnë nga disa nivele, nga niveli i parë dhe nivelin e tretë, dhe bën si nëpërmjet rimodelimit të gjirit që ka ngelur, ashtu dhe me produkte artificiale nga jashtë, si për shembull implantet, pra ti mund të heqësh dhe të gjithë gjirin, po vendos një implant dhe bën një simetrizim me gjirin tjetër dhe është njësoj sikur nga të paktën në pamjen e jashtme nuk ka ndodhur asnjë gjë. Kjo mund të bëhet me njerë ose mund të bëhet e vonuar mbas disa kohësh. Po ashtu mund të bëhet edhe me indet e trupit, pra me dhjamin e thënë kështu, me dhjamin e trupit, dhe këto janë procedurat sofistikuara nga kirurgët plastik. Pra tashmë ka shumë mënyra si për trajtimin onkologjik dhe trajtimin më pas plastik për këtë sëmundje. Nga eksperienca juaj, vitet e fundit, a janë shtuar vajzat dhe gratë që e kërkojnë diçka të tillë? Edhe e bëjnë. Duhet folur për eksperiencën e përgjithësi në shtetin tonë. Janë shtuar shumë vajzat që ashtu siç janë shtuar shumë dhe interventet plastike dhe estetike, sepse tashmë jetojmë në një kohë ku fatkeqësisht ose fatmirësisht pamja jashtme ka shumë rëndësi. Dhe janë shtuar edhe numrat, për shembull këtu në Korçë ne me ndihmën edhe të një fondacionit Albanian Fighting Cancer që na ka furnizuar me shumë materiale, po sidomos dhe me disa age biopsie trukat, kemi bërë biopsi trukat për herë të parë në spitalin e Korçës, si dhe interventet e kirurgjisë të gjirit për herë të parë, dhe kanë shkuar shumë mirë. Dhe kjo ka bërë që të rritet dhe numri i rasteve të kapura, po ashtu dhe ndërgjegjësimi, duhet të themi, ndërgjegjësimi, vizita me onkologun, i cili dhe këtu ka munguar disa kohë, tani ka ardhur doktore shumë e mirë, e cila ka një bashkëpunim me të gjithë ne. Dhe është rritur numri, është rritur rasti i pacientëve trajtuar si këtu, si në Tiranë, si kudo, dhe është rritur dhe numri i procedurave onkoplastike dhe rekonstruktive të gjirit. Doktor, ju e përmendat edhe pak më parë, është shumë e rëndësishme dhe aspekti emocional. Këtë e dim, megjithëse ju jeni më tepër të fokusuar në atë mbërvajtjen e gjithë procesit tjetër, por le të mos harrojmë që shpeshherë pas diagnozës ndikimi emocional është të jetë i fortë, ndonjëherë edhe më shumë se sa duhet. Prandaj si mund të ndihmohen pacientët në këtë proces, si nga ekipi mjekësor, patjetër nga familja, komuniteti? Shiko, trajtimi modern i kancerit të gjirit përbëhet nga një skuadër ose tim, e cila patjetër duhet të kryhet në këtë mënyrë, e cila përfshin si kirurgun, radiologun, onkologun, psikologun, infermierët e dedikuar për atë pjesë. Kështu që në botë ka pavionet të cilat i kanë të gjitha këto figura, ashtu besoj edhe në spitalin onkologjik. Kështu që ka gjithmonë një psikolog që flet me pacientët. Për sa i përket anës sociale, po edhe mjekësore, sepse tani ne jemi njerëz dhe kupton është komunikimi shumë i rëndësishëm. Unë isha në Amerikë dhe atje lexova një diçka shumë të bukur që thoshte diagnosis doesn't define you, do të thënë një diagnozë nuk të përcakton ty si njeri. Dhe kjo ishte një shprehje shumë e fortë, do të thënë vërtet
njeriu në një moment të jetës mund të përballet me një diagnozë, si në këtë rast në kancerin e gjirit, por ti je përsëri ai, duhet të vazhdosh të ecësh përpara, të luftosh dhe nuk duhet që të humbasësh në asnjë mënyrë shpresën, sidomos për këtë patologji që siç e thash e njohim shumë mirë dhe kurohet në mënyrë më të mirë të mundshme. Pjesa pasaj e realiteti shqiptar është një çik komplekse sepse nuk është vetëm në këtë rast, po është një shoqëri që nuk është shumë evoluar nga ana sociale. Për arsye të shumë faktorëve historik dhe ekonomik. Dhe kështu që ka tendenca që këta pacientë stigmatizohen. Po ashtu dhe kanceri shihet si me një fjalë, nëse ke kancer patjetër do vdesësh. Jo, nuk është e vërtet. Sa më shumë që kalon koha, sa më shumë që evoluojnë procedurat dhe mjetet që kemi si për ta diagnostikuar, si për ta luftuar mbijetesa dhe cilësia e jetës rriten. Kështu që kjo është një luftë në fundit. Madje unë do thosha edhe të kundërtën, sepse këta pacientë përballen me disa sfida që ne të tjerët nuk i kemi dhe meritojnë admirimin dhe respektin më maksimal. Patjetër, pavarësisht asaj që ne si shoqëri për fat keq kemi një mentalitet duke i parë me një tjetër sy këta persona, ndonjëherë edhe keqardhja nuk është e nevojshme. Prandaj le të përpiqemi të mbështesim në formën më të mirë të mundshme, të jemi pranë tyre, edhe ata të vazhdojnë jetën normalisht si çdo individ tjetër në të gjitha profesionet që ata janë të përfshirë në komunitetin ton, por edhe në shoqëri. Do të shkëputemi shkurtimisht për të rikthyer vetëm pas pak edhe për të folur më tepër në lidhje me temën që ne jemi duke trajtuar në ditën e sotme në programin Muzik Plus. Është malëzi e di kur bota tritën të ketë par, do të kërcej me gzim si të shkërcejnë tani. I këndoj dashuri së tënde, i këndoj dashuri së tënde. I
dashurisë tënde. Rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me doktor Ervisa Gastrëm, kirurg I përgjithshëm por edhe pedagog pranë Universitetit Frans Tilianoli në qytetin e Korçës. Në fakt është një temë shumë e gjerë, mund ta sillim në perspektiva këndvështrime nga më të ndryshme, por ajo që unë jam përpjekur për gjatë bisedës në ditën e sotme të sjell tek ju që jeni duke na ndjekur, për të shuar dhe ato kuriozitetet dhe ato bisedat që her pas here ne mund t'i bëjmë me njëri tjetrin, qoftë në ato tavolinat e rumbullakta, por qoftë edhe në kafe kur jemi, por nga ana tjetër stepemi për t'ia drejtuar një specialisti, një mjeku. Prandaj një pyetje që më vjen momentalisht, doktor, është në lidhje me vaksinimin. Dua të di mendimin tuaj. Shpeshherë ne dëgjojmë gjithandej, ndoshta edhe nga profesionistë të fushës së mjekësisë, që po, vaksinimi për sa I përket Covidit kryesisht ka ndikuar në shpeshtësinë e rasteve të kancerit, jo vetëm në rastin e kancerit të gjirit, por edhe të llojeve të tjera. Shiko, një pyetje interesante kjo, se tani kjo vaksinë e Covidit është bërë legjendë dhe për çfarë do lloj gjë që ndodh thon vaksinë e Covidit. Është e vërtetë. Tani unë nuk mund të flas me 100% për vaksinën e Covidit dhe pasojat e saj, sepse ka kaluar shumë pak kohë. Që ti të nxjerrësh një konkluzion për një vaksinë, për efekte kështu, duhet të besoj të paktën një 10 vjeçar që ti të studiosh efektet afatgjata që mund të ketë pasur kjo vaksinë. Pastaj ka edhe një gjë, kanceri nuk është se zhvillohet, domethënë u zhvillua tani dhe mbas një muaji e ke sa një kokërmolle, kupton, e do kohë. Kështu që vaksina e Covidit nuk është një gjë e re, është para po themi 3 viteve, kupton, dhe nuk është se ajo e ka bërë që të zhvillohet kanceri dhe të dalë gjatë tyre kohëve, sepse siç thash, në fillim del një qelis, pastaj shumohet, mund të doj 5 vite që ti ta vesh re, paka shumë atë kokrën që thash në gjik, kështu që nuk besoj. Këtu ka njerëz që abuzojnë me këtë thonë vaksinë e Covidit, sepse në fakt I vetmi studim që ka qarkulluar, që kam parë unë I publikuar, që thoshin vaksinë e Covidit ka arritur vdekshmërinë, mortalitetin, por dhe ajo nuk është shumë e saktë, sepse mund t'ia vesh vaksinës, po nga ana tjetër gjatë asaj kohe u reduktuan goxha shërbimet mjekësore, pra kështu që shumë raste u lanë në pasdore dhe detyrimisht që u agravuan. Kështu që kjo nuk besoj se është e vërtetë, ose të paktën do duhet kohë, po kush flet në këtë mënyrë thot një gjë të pasaktë dhe për mendimin tim nuk duhet të merremi me vaksinën, sa duhet të merremi me ato që ta më përpara. Me këtë pjesë mund të tregoj edhe një histori të dhimbshme, se ka njerëz për shembull se duhet ndaluar edhe te kjo pjesë. Janë disa mjek popullor që pretendojnë se kurojnë kancerin e gjirit me vajguri. Nuk po e zemrat në gojë, sepse nuk meritojnë as ti domethënë jo ti dëgjosh, po as nuk e di, domethënë është një gjë skandaloze. Dhe mua këtu në Korçë më ka qelluar një zonjë e re 50 vjeç që erdhi në stadiet e fundit dhe e kishte kuruar me vajguri. Kishte komunikuar me mjekun dhe kur I kishin mjek është fjalë e madhe, me këtë sharlatanin, më kupton, këtë mjekun popullor që dilte edhe në disa televizione, një me kapele, tani e din njerëzit për kë është. Dhe kur I kishte thënë që vajzat që mamaja është shumë keq, ai kishte thënë nuk e ka nga vajguri, po e ka nga vaksina e Covidit. E kupton me një fjalë se çfarë krimesh bëhen me këto terma. Prandaj para se të kalojmë te mesazhet, më fal, atje gjëja kryesore njëherë është që mos ju besoni as kremrave, as vajgurit, as gjë për gjë. Nëse të keni diagnozë të kancerit të gjirit, do ndiqni vetëm metodën shkencore, sepse do merrni veten në qafë. Ndoshta mund të ketë rezultate, nuk mund të ketë rezultate, po kjo është. Këta persona abuzojnë, fitojnë, marrin lek mbi këtë pjesë dhe të dërgojnë vajgurin me posta, nuk e di se qa gjërash bëjnë, po të them një rast këtu dhe një rast në Tiranë, motra e një zonje të famshme në Tiranë që nuk po e zën gojë, që humbën jetën në moshë të re, rreth 50 vjeç, sidomos dhe për kancerat që mund të ishin trajtuar shumë mirë me kirurgji edhe me kimio apo radioterapi.
Prandaj mesazhi kryesor përveç atyre që do themi në fund është që mos I besoni asnjë njeriu që nuk ka kryer një formim shkencor për këtë pjesë, as kremrave, as ku diun gjalpit të përpunuar, as vajgurit, as naftës, as gjë prej gjëje, sepse këto ndoshta në ato momente dëshpërimi se cili kërkon një diçka kështu dhe këta luajnë me këtë pjesë, por sado që të keni paragjykime për sistemin tonë shëndetësor apo për sistemin shëndetësor në përgjithësi, duhet t'i drejtojeni vetëm metodës shkencore sepse këta njerëz abuzojnë dhe nuk marrin dhe përgjegjësira në fundit, e kupton, sepse është e frikshme sepse njerëzit janë në momentet e tyre më të vështira dhe janë gati të sakrifikojnë shumë gjëra për të marrë një lloj sigurie dhe patjetër një shpresë për sa I përket aspektit të shëndetit. Le të ndalemi gjithashtu edhe tek një tjetër temë shumë e rëndësishme për sa I përket komplikacioneve kirurgjikale, kimioterapia, cilat janë trajtimet dhe çfarë ndodh në këtë proces që hera herës edhe na frikson, no? Shiko, është normale të kesh frikë sepse detyrimisht domethënë është një rufe në qelë të hapur që pastaj të prish dhe gjithë jetën, ditën dhe jetën. Po që si thash ka trajtim kirurgjikal, unë jam kirurg dhe po flas më shumë për pjesën kirurgjikale, por ka dhe trajtim radioterapeutik dhe kimioterapeutik. Ajo që vendos të gjithë këtë është stadi I tumorit, klasifikimi në bazë të këtyre parametrave që tham dhe të ekzaminimeve, sidomos dhe biologjia, ajo që quhet biologjia e tumorit, pra ajo që del nga biopsia, ajo është pjesa kryesore në këtë mes sepse duhen parë receptorët si janë, duhen parë disa parametra, të cilat drejtojnë të bësh kimioterapi para ose mbas ose kimioterapi të kombinuar me kirurgjinë. Për kimioterapin më shumë mund të flas më mirë një mjek onkolog, siç është dhe doktoresh Jusilda këtu në Korçë, të cilën e kishim në puntatën e shkuar. Por ka disa parametra që vlerësohen dhe para dhe gjatë kimioterapisë, shikohen dhe përgjigjet sidomos që ka tumorin ndaj kimioterapisë dhe aty merren vendime. Ka një tumor board dhe në spitalin e Korçës, të cilën mblidhen dhe diskutojnë këto raste pavarësisht se janë gjëra të padukshme dhe domethënë nëpërmjet onkologut, radiologut, kirurgut e të tjerë. Dhe nuk duhet të friksoj kimioterapia sepse përderisa je në spital, je I ekzaminuar, je në praninë e një mjeku onkolog, ti duhet ta bësh atë dhe të ndjekësh të gjitha ato analizat dhe sugjerimet e mjekut onkolog. Kurse për sa I përket pjesës së kirurgjisë, kirurgjia e gjirit nuk është se ka komplikacione të mëdha. Komplikacionet më njerëzshme janë sidomos hemorragjia dhe infeksioni, kurse komplikacionet më afatgjata ndodhin vetëm në rastin kur ti bën kirurgji të sqetullës, pra janë ato nyjet, gjendrat limfatike të sqetullës, nëse ato hiqen të gjitha, mundësia që të kesh limfedem, që është një fryrje e krahut në mënyrë kronike, është e madhe. Kjo po është një komplikacion afatgjat, I cili nuk ke çfarë të bësh sepse prishen qarkullimi limfatik. Në vende të zhvilluara ka mënyra për ta reduktuar, por në pjesën më të madhe të botës kjo mund të ndodhë mbas kirurgjisë të heqjes të gjendrave. Dhe pjesa tjetër është pjesa e nervave që janë atje, sepse detyrimisht këto gjendra limfatike janë afër me nervat, në varësi të zgjerimit të kirurgjisë mund të ndodhë ndonjë si të thuash dobësimi I muskujve që furnizohen nga këto nervat, I muskujve të gjoksit dhe të krahut. Edhe kjo me çik fizioterapi dhe kështu mund të kaloj. Pra këto janë, por komplikacione të mëdha nuk ka, ose vetëm në raste kur domethënë tumori dhe gjendrat kanë kapur rënë të mëdha ose struktura të tjera, atëherë po. Por që gjithsesi këto ishin sidomos limfedema që pastaj në mënyrë kronike bëhet problem për të sëmurin. Dua të rikthehem sërish tek një tjetër pyetje që diskutohet kaq shumë, edhe këtë e sjell edhe nga ato diskutime që unë kam zhvilluar qoftë me kolega apo edhe me miqtë e mi, me familjar, në lidhje me stresin, doktor.
vitet e fundit, të dhënat, studimet tregojnë që stresi, madje tek moshat e reja është shtuar gjithmonë edhe më tepër dhe është një ndër faktorët kryesor për sa i përket prapjes së kancerit. Prandaj ndalemi tek stresi, tek mënyra e jetesës, ushqyerja, aktiviteti fizik, por edhe ajo që tham, shëndeti mendor. Shiko, stresi ka të bëjë në këto raste me pjesën hormonale, sepse me rritjen e stresit rriten disa hormone në trupin e njeriut, si kortizoli dhe disa mediatorë të tjerë. Dhe në këtë rast stresi mendoj se ka të bëjë me këtë. Po ashtu ka dhe mekanizma të panjohur neurologjik që mund të jenë përgjegjëse për stimulimin e qelizave kancerogjene. Kështu që një mekanizëm i saktë në këtë rast nuk ka. Kurse për tumoret në moshat e reja mund të ketë një seri shkaqesh të tjera, të cilat në kombinim me njëri tjetrin rritin përqindjen për këto tumore. Mund të them për shembull, kurse për tumoret në moshat e reja, sidomos këto të aparatit tretës, pothuajse është vërtetuar që shkaku kryesor ngjelet janë ushqimet e ultraprocesuara, siç janë. Po do thoya që për tumoret mund të jetë dhe ndotja ambientale dhe rritja, domethënë në historinë e njerëzimit, sa më shumë është zhvilluar industria, aq më shumë është rritur përqindja e tumorëve. Le të themi që dhe detyrimisht dhe rritja e pritshmërisë të jetës. Se për shembull në Egjiptin e lashtë, kur njeriu jetonte deri 40 vjeç, nuk është përshkruar në një tumor. Domethënë kancerit e tumoret janë sëmundje në thojza moderne në këtë pjesë dhe janë rritur me rritjen e moshës e pritshmërisë, domethënë të jetesës dhe të industrisë. Është një libër anatomie patologjike që studion në universitet që quhet Robbins dhe ai në faqet e para shkruante që faktikisht shkruanin çdo gjë që na pëlqen, nëse abuzohet shkakton kancerin. Kështu që dhe kjo është një diçka, domethënë, që është vënë re me rritjen e numrit të kancerave dhe me faktorët që e shkaktojnë ata. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak, pse jo, për të ndarë një mesazh të përgjithshëm në kuadër të gjithçkaje që kemi trajtuar në ditën e sotme, por shkëputemi për të ndjekur një hapësirë muzikore, vjen kënga Më shumë dashuri. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Jezu, më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Do të t'adhuroj me gjithë zemrën time. Do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të t'adhuroj me gjithë forcën time. Se ti je Zoti, je Zoti. Ti je Zoti.
Me shumë dashuri është një këngë që na rikthen në studion e programit Muzik Plus. Sot kemi zhvilluar një bisedë të gjatë, por shumë interesante për gjithçka që doktor Ervis Argastra ka ndarë në ditën e sotme në programin Muzik Plus, kirurg i përgjithshëm, por edhe pedagog pranë Universitetit Fan Stilianoli. Kemi folur për sa i përket kancerit të gjirit, duke qenë se jemi thuajse në ditët e fundit të muajit tetor, por unë kam shprehur edhe të tjera. Ky lloj ndërgjegjësimi vlen jo vetëm në një muaj të veçantë sikurse është tetori, por patjetër gjatë gjithë vitit, sepse ne kemi nevojë për të kujdesur për veten tonë, por edhe për njerëzit tanë më të dashur në çdo moment për gjatë ditëve. Prandaj, duke qenë se po mbrim edhe në fund të bisedës sonë në studio, cili do të ishte mesazhi juaj për çdo grua që është duke na dëgjuar momentalisht, por edhe do ta dëgjoj këtë bisedë dhe këtë intervistë ndoshta edhe në një moment tjetër. Shiko, unë të gjithë pacientëve të mia ju them që çfarë do lloj gjëje që të jetë do ta trajtojmë, sepse realisht të paktën ky lloj kanceri njihet shumë mirë nga shkenca dhe ka mënyra të ndryshme trajtimi, të cilat janë evolucione sipër ose ndryshojnë nga viti në vit, por kemi armë për ta luftuar këtë lloj kanceri. Pjesa e dytë që do thoja është sepse pastaj vjen një moment edhe një pjesë e mirë e pacientëve thonë po në të ardhmen çfarë do ndodh, ja do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Kur isha në Amerikë, një doktor atje ju thoshte një shprehje gjithë pacientëve, sepse shqetësimet janë të njëjta kudo ti jesh në Shqipëri, në Amerikë, ju thoshte mos jetoni në të ardhmen. Jetoni në të tashmen dhe bëni ato që duhen bërë tani në të tashmen dhe vazhdoni jetën tuaj në të tashmen. Se kjo është në shqetësimet pasaj për të ardhmen janë njësoj si për të thënë një diçka për të dramatizuar, si të marrësh një kredi që për momentin ndoshta edhe nuk të duhet dhe të mendosh se si do ta paguash më vonë. Fatkeqësisht sëmundjet ekzistojnë, derisa ekzistojnë sëmundjet ekziston dhe shëndetësia, përderisa ekziston kanceri. Për të marrë një thënie të uazuar nga një kolegu im, ekziston jeta, prandaj dhe ekziston kanceri, sepse në fundit edhe vetë embrioni kur rritet ka mekanizma të ngjashme me kancerin, por merr një drejtim tjetër, ashtu siç e ka planifikuar Zoti i lartë, sepse duhet kemi besim dhe tek Zoti, kemi besim te shkenca, kemi besim tek njeriu. Prandaj asnjëherë mos mendoni se jeni vetëm, asnjëherë mos mendoni se nuk ka zgjidhje për sëmundjet që keni. Ka për çdo gjë ka një zgjidhje, shkenca ka evoluar dhe ka dhe raste kur me anë të kontrollit të kancerit ai mund të transformohet në thonjza një sëmundje kronike. Pra ti kontrollon të gjitha ato probleme që shkaktohen nga kanceri dhe ti vazhdon dhe ka njerëz që vazhdojnë dhe në fazat avancuara duke kontrolluar çdo gjë që mund të prish kancerin në organizëm dhe 15 vjet dhe domethënë të arrin në një moshë të pritshme, sikur të mos ta kishin. Por duhet që mos ta humni asnjëherë besimin tek shkenca, asnjëherë shpresën dhe të ndiqni të gjitha procedurat e diagnostikimit, të trajtimit dhe të kontrolleve më vonë. Doktor, të falenderoj vërtet shumë, ishte kënaqësi të ishim së bashku në ditën e sotme. Personalisht ka qenë një ndër intervistat më të veçanta që kam realizuar dhe uroj që me gjithë zemër të kemi përcjell një informacion të detajuar, të përgjithshëm për gjithë ata që janë duke na ndjekur edhe secila prej nesh të marr situatën në kontroll për të njohur së pari veten sikurse ju e prezantuat, edhe më pas për të kërkuar një ndihmë, një mendim nga një specialist. Faleminderit juve dhe ju uroj të gjithëve dhe atyre që na dëgjojnë një ditë të këndshme dhe një javë të mbarë. Edhe unë të uroj një ditë mbarë në vazhdim. Ne shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, bashkë rikthehemi sërish për të vazhduar me minutazhin e mbetur të programit Muzik Plus këtu në valët e Radio Manuel.